prita që kanë me qenë, do më thonë, as qëto kolona, po ja që kokan. Ja që paska. Po paska diçka për kolona. Jenë hargju. Edhe është pak ftoft, se është një vikend më i ftoft ngrasim javën e kalume. Kanë thonë mos më shku se ftoft. Është koha normal, ndikon koha ngrasim me ditën e djeshme sot është shumë e ftohtë. Keni një super ofertë mundri me mush veturë me derivate, benzinë, dizel për vetëm €1.13 litra. Pra këtu janë çmimet për këtë pikë, për pikat e tjera nëse doni me i ditë se si janë çmimet, duni mu bo pjesë e atij komunitetit në Viber. Sa e përket komunikacionit, në këto momente dalja nga fushë Kosova në drejtim të Prishtinës është pjesë e ngarkuar deri tek zona industriale, pastaj e ngarkuar përfshirë qasja për dekretin duplex nga stacioni i trenit, poshtë Veternikut me kolon deri tek rrethi duplex. Këto janë dhe informatat e radhës që kanë arrit në 049978 nuk i prita që kanë me që do më thonë as qëto kolona, po ja që kokan. Ja që paska. Po paska diçka për kolona. Jenë hargju. Edhe është pak ftoft, se është një vikend më i ftoft ngrasim javën e kalume. Kanë thonë mos më shku se Është koha normal, ndikon koha ngrasim me ditën e djeshme sot është shumë e ftohtë. Lepi një ngatroj se gjithë telefononi dyqysh prej veturës, e keni paga shumë atëfar atmosfera është e njëjtë. Trego Mërhan, çka të bën ty? Po mirë po dëgjoj shumë, po them telefonatat janë shumë ngjajshme mes teje dhe Zefit. Tregom çka të bën ty me undi evropian. Me qënë se edhe jeton në Evropë. Ha? Larg jemi në alë Evropës. Pse po thu? Na mungon alë shumë. Çka na mungon? Na shta prej jashtë jemi evropian, po për mrena jemi alë. Okej, ti jeton jashtë në cilin shtet? Si shakut me thonë. Në Zvicër jeton, në shtetin e Zvicrës. Tregom ti që jeton atje dhe vjen shpesh Kosovë dhe një mentalitetin kosovar. Çka dallojmë, çka na mungon që nuk qenë kemi evropian? Që na shta dikush më kritikon, dikush është me mu dakord. Është mendimi jot, po. Deri sa të vimi speca për shpijes për Zvicër për në Evropë. Po pse po lëpni ju atje? Po e që shtu, na shta prej jashtë jemi dëveshën e dokun me kjerat mire me kejta më për mrena. Halo, ta ka në aspektin, do më thonë mrena. Ky është një detaj shumë i vogël që nështë nuk, unë për mendimin tem nuk lunë rol shumë në ato se a jemi evropian ajo, ka shumë aspekte tjera. Është kultura, sjellja, edukata, principet. Po thonë gjënë, na kemi mri, nuk kemi ata të përpashme, ama na duhet alo kohë. S'mojmë na mja kalu evropian. Po pse s'mojmë na mja kalu? Që kjo është krejt esenca. Një shembull e përdorit me shumë e njerit, thomë na në përgjithësi jemi larg. Okej. Faleminderit Orhan. Jo, veç një shembull kështu. Po që ato po e kërkoj dhone. Po, do me thonë në vitin 1912 u shpall pavarësia e Shqipërisë, domethënë shqiptarëve. E në vitin 1912 u fundos Titaniki. Domethënë sa ne jemi larg. Po veç përderisa Titaniku u kanë të ndërtu, populli shqiptar u kanë të luftu. Domethënë ka pas okupator që s'ka mujt domethënë me arrit për me ndërtu çito, edhe që kjo ka qenë arsyeja pse s'kena mujt me ndërtu një Titanik, se e kishim ndërtu. Edhe nuk besoj që ka popull në botë që është kthjell më shpejt pas luftës se sa populli shqiptar. Po, aty jam dakord me këtë, po. Faleminderit shumë. Përshëndes shumë, kalosh mirë. Ja, s'më ma e kërkosh, do më thonë, përderisa ti ke qenë 5, 600, 700, 800 vjet, më thonë, non stop e ke pas dikon mi kokë, edhe apet me arrit me marrë vetë, vetëm për këto vetë, po tash, tu tas pina historisë me këshyrë pse, do se na konë popull pak ma evropian se so evropian, kena dit me prit musafirin, me thonë, hajde, tani ajna u ka bo okupatore që shtu me radhë. Alo, përshëndetje. Viktimat Kuali Trojës, a? Përshëndetje. Po, bash.
Kush na telefonon? Ai troja thonë që po. Mallës mua zerve shkon. Kush na ka telefonu? Ilmi Menxiçi. Ilmi si kalon? Mirë, faleminderit. A për një këtë kolegën të Fionën, po? Po, për po vjen mirë. Ilmi, hajde tregom, a ke pushu sa ti, a e ki kështu pushim moti? Pushim me ka. Okej. Çka të bën mundi si evropian? Do më thonë, nëse shkon në Evropë, edhe i thu që edhe në Polina sikur jo njësoj, çka është ajo që të bën mundi? Unë nina se bërlog për shembull nuk dhezi në për lagje kështu. Okej, do më thonë nuk kull bërlog, e mban pas tërtin që kjo po të bëj ka evropian, okej. Tjetra se kum po shumë vendet e Evropës që janë shumë dyta, po tjetra qytete. Dhe për shembull jam në sakës për shembull po diçka letrën. Po do me thonë që kjo farë... Nuk e gjuj letrën, po e majnë zep, deri të afrodhë nga të najtë kontinjera. A ta mërmenja që jena afer Evropës kështu si mentalitet? Valla, besoj që po... Pak, valla. Pak jenë? Oke. Pak. Ndryshe e prita krejt. Faleminderit shumë që na ke thirrë po të përshëndesim. Faleminderit juve. Edhe unë prita të shapin e. Jo se kur nalim për këto pijet energjike, do më thonë e ti që Go Plus është pija energjike numër 1 në vend, por jo vetëm është një pije mrekullueshme, edhe që mund me qenë konkurruese në vend, se ka shumë produkte në Kosovë që janë konkurruese në vend, në Evropë. Për ndryshe, Go Plus që ka bo për neve këtu në Kosovë dhe shqiptarët në Shqipëri, po i dhurën 16 vetura Avatar 12, 8 Kosovë, 8 Shqipëri. Qysh me u bo pjesë e lojësh përbyse, e pini Go Plusin, tu e pi Go Plusin, e keni kodin në kapak, e dërgoni tek loja goplus.com edhe boni fitues potencial. Sa ma shumë kode, qaq ma shumë shansa e keni me fitu. Ja, telefonat e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Okej, që Viber? Alo, Viber, përshëndetje. Alo, përshëndetje Fiona. Hajde Agim, si je? Mirë, a jeni mirë? Mirë, faleminderit, Agim. Pyetja për sot është kështu: çka ju bën të ndiheni evropian? Posaçërisht ju që jetoni në mbështetje evropiane. Fiona, sa i përket kulturës, unë kesha me falenderu popullin shqiptar kudo që janë në botë, po edhe mas pari ju aty në Kosovë, se keni arrit shumë një shkollë shumë të lartë jeni. Kjo është edhe fal juve, patjetër. Po si mbas mendimi, unë për flas mendimin tim. Atje në Kosovë gjithë kemë qenë se tha arsimi më herët më stit përsëri këtë njëjtë atë fjalë, se shumë mirë me dhan foli arsimi pak më herët, edhe përshëndes arsimin. Faleminderit. Se po të shumë më të lirë, siç kanë qenë evropianët. Preri kona, siç kena konë çdo herë në kom, çdo kujt, na ishëm bo edhe ma evropian se këta që janë. Se s'na kanë lënë njerëz në botë kulturun, s'na kanë lënë njerëz rrethonat lufta. Okej. Dhe dalim te pyetja tjetër. Sot jemi të lirë, nuk jemi në okupimin e askujt. Kemi në krye të qeverisë persona që vetë po i zgjedhim, vetë po i votojmë, vetë po i dojmë, vetë po i përkrajmë. Mënyrë demokratike, jemi një vend demokratik, jemi Republika e Kosovës. Edhe apo mendon që jemi okej, a jemi evropian sot që jemi të lirë? Po, edhe fort me lele. Jemi evropian. Po, jeni këto thëmë me plot përgjithësi. Jemi thu, jo jemi. Se pavarësisht që jeton Suedi, je kosovar. Po, unë jam kosovar, unë. Okej. Ju jeni evropian dhe për të evropianëve. Jeni amerikanë, japonezë, çka dush. Edhe unë mendoj Agim që nëse shkon edhe grym pak edhe Gjermanin, edhe Zvicronin, kështu pak më. Del atë. Edhe aty del Koxhani me dalë. Në farë ndryshke. Po, nuk mundesh me supozu që jo ata kështu ata kështu, edhe ata kanë mentalitetet e veta, kanë idetë e veta, perceptimet e veta, që mujnë me ngjasu shumë edhe me tonat. Po i kanë dosanë që pjesë që janë kërkun me neve, ati po s'du me folë, se s'është nevoja. Okej, nejse, po e kuptoj. Faleminderit Agim. Ju përshëndes ty arsimin. Hajde, çao, përshëndes shumë. Po bazo, faleminderit. Një weekend. Faleminderit. Faleminderit ju goja.
Hajde, po të Qysh, edu, okej. Para se me shku te Prishtina tiket. Ishte ishta me shtu kështu. Po bazohemi shumë pak edhe te serialet edhe te filmat e huaj ndërkombëtar, tematikat, idetë, çka ndërtohen aty. Ato janë të marra nga vetë mentaliteti i çati vendi. Populli. Po, i çati populli. Edhe aty shet që i ndryshojnë edhe ata kapak. Po thua? Që nuk e pasqyrojnë bashkë realitetin. Jo, qysh ish dash me kana din realiteti, kanë erë mendoj. Po i referohemi hajde që industrisë të filmit amerikan, që ata në shumicën e rasteve anët më negative që i kanë shoqërisë i qesin në pa përmes filmit. Dukurit më të këqija i qesin në pa përmes filmit. Që do me thonë edhe atje ka shumë gjëra më të këqija se të nam. Nejse, te Prishtina tiket metëm. Po, te Prishtina tiket metëm se keshtu e këshysh se për me këshyr me rezervu një bilet me shku në Paris. Edhe mi kalzushi na një jemi si Evropian. Paris. Jo me Paris. Paris Saint-Germain, po. Ose në Gjermani, ose në Zvicër, Sloveni, Suedi, Luxemburg dhe Anasjeltas. Me Prishtina tiket mundri me rezervu biletën, edhe ato me çmimin më të mirë te operatori më i madh në aeroportin e Prishtinës. Evropian të Prishtinës. Evropian është ta? Ndërkombëtar. Aeroportin ndërkombëtar. Po ta japat ndjesin që po qysh sa jep, mëra ke po fardjen farshika punojnë të kënaqin. Presin mirë është vendi mirë pastër. Tjerë zakonisht ka pak po mirë. Po çfarë sa tash apo me në Evropë, 2 euro kafën. Alo, përshëndetje. Alo. Okej, kalofshmir. Pres një përgjigje që të mira. Pak e the, po nuk e the komplet. Të shoh po e thot dikush se po dyshoj, po nisë po presim. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Meha. Me, si kalon? Mirë, falenderes, a një një. Qysh e ke pas ditën o me? Mirë. O me? A jena Evropian isha jo bre me? Unë e tap një mendim tamin për 17 vjetë si shtetë, na për infrastrukturë nuk besoj një shtetë që kam rrinje ka shumë. Do më thonë, çka të bën ty muni si Evropian është infrastruktura që është kriju, po që e thash pak më herët që kena bërë shumë sene të mira, më thonë kjo autostradën fjash zakonshme me standarde evropiane, po. Tjetër, çka të bën muni ty? Shteti vogël jeta, tri autostrada rrallë që një posë për dikush. Tjetër, çka të bën përveç autostradave muni evropian? Nuk i mojna mirë, jo mirë pi mojna. Ambientin që përgjojnë për lakë të se... A pak për na bjen pi dorës, bre, për na bjen pi dorës, mëso, mësë me gjua dhe këto. Po mësojme. Edhe për garderobë. Stilin e kena jashtëzakonisht evropian, bravo. Stilin e kena blendesh Amerika mas pasë se ata jena. Bravo, po më pëlqen. Tjetër? Po. Edhe dona shkollat janë ndërtu treja, na jena shumë shtetëri. Amo sistemi atë bën muni evropian, sistemi arsimit të na? Sistemi, ligjet janë të mira shumë. Po ligjet e kena përmen ato. Nuk i zbatojna, na nuk... Do më thonë që kjo nëse i kishim zbatu ligjet, na ishim një ma evropian se evropian. Ma evropian se evropian. Plus, kjerët si vëzisin. Ja, këto mërmës në nështë përmen, pa e ti kërtishe me Toyota, Arena i vish 2 veta shtu i ki. Faleminderit shumë, përshëndesim, kalofshmir. Je mrekullueshëm. Ditën e mirë, jo, faleminderit. Faleminderit me të përshëndesim. Kenti po thot yje evropiane. Sa ke dyshuna erte, ja? Po, ndash me na bota mam yje edhe me marra shkëlqimin e Durgend, i shkon mirë, me na hypte 2 vend Toyota, dhe na që në Gjermani. Po bojna plan me shku. Me po, apo dogëm ta më në evropian ajo. Hajde gen. Nejse unë e cimi kur dalim nuk është që na vrejnë shumë. Na foljen anglisht, gjermanisht, italisht. Tu li farë gjumë. Menojnë që na se di. Nejse Toyota në autodrejti ka sill krejt modelet më të mira të Toyotës, e pa është një Yaris Cross që ishën zbritje, çfarë ngjyre, domethënë nuk di me përshkruam. E nëse don mundi tamam evropian edhe me përjetu të vozitjen si evropian, mundesh me bo përmes Toyotës, pavarësisht infrastrukturës që tham që është e zhvilluar në Kosovë, sa i përket autostradave kënja nej, qyteti ka pak gjëra që duhet përmirësuar. Ama nuk i vren shumë. Krejt kanë edhe në Evropë, domethënë vjen diku në hub një grop atje midis Romës. Lagjet Italisë, Zvicrës, Gjermanisë që e kanë rrugën e harnuar që thot populli
Me ngjyra të asfaltit që është përmirësues. Ata nuk e marrin në ngryj komplet 2 kilometra rrugën. Çfarë pjesë Shqipërisë të ndryshme. Çfarë dëmtuar e merr e përmirëson. Edhe ajo mbet lara, po nuk është. Çokolidhe, kjo ka më. Nëse. Se me sesane nëse kështu mbrojt venin, domethënë i shumë evropian. Të zbatimi i ligjit që mandej, të zbatimi i ligjit, ka edhe ligjet pashkruara që duhet me zbatu. Janë disa etikat punës, të sjelljes, të komunikimit. Jo, ata lën domethënë dy kese burllok te hymi aty. Ti e merr, dërgon edhe ja lën një letër aty. Nëse do mu bo evropian, i thu kuishi, kujdes herën tjetër nuk muj me ta hek. Se po lodh ma nëse do më kon tamam evropian, e merr thirr kush do kënd do të merr thirr, edhe raporton, edhe vjen institucioni adekuat, nuk e di a kena për këtë rast, po nejse. Isha apo na vinë edhe ato me shumë migjeç ato plakat e Zvicrës kisha dash më shumë. Plakat tona veç këshyrin me jam shef gabimet të tjerëve, veç këshyrin me mlu marrën. Nëse ke djali. Lese djali mirë është arsimi. Ma më si thoj, ma. Qish vremur policia, ku pa djali mirë është, aj të natë zeza tu i bo. Që tjetra? Alo, përshëndetje. Ju përshëndet. Jemi shumë empatik. Kush telefonon, kush ta përshëndet? Artoni nga Gjermania. Kush? Artoni. Arton, si e? Si po kalon? Mirë shumë. Edhe çka të bën ty Arton me undi evropian? Neve s'na bën mundi evropian kur gjë, edhe s'dojmë me konë si kërë evropian, po në varet është edhe cilat shteti i kini shti atë saj përket evropian. Që ato që janë në bashkim evropian, tjera s'në shtim? Britania s'është, më po. Rumënie, Bugarie... Brexit. Po mi krahasoni, ata janë në bashkimin evropian. Po ndëgja. Jo, në po ndëgjoj shumë mirë, po ata i kanë plotsu kriteret. Bashkim evropian. Kur nisan plotsu ata s'kan, ata janë hifesh për ashtytira. Ti vllona unë të plotsus për na shtin, ata i shtenën. Amo nëse krahasoni evropian, siç është shteti gjerman, shteti austriak, shteti zvicran, ose edhe italian. Ti po don me bë disa përjashtime, domethënë disa shtete. Ne përjashtojmë na Kosovën me Bullgari dhe Rumani, ata janë larg neve, ne kemi gjitha të natë mirat. Ta një fshat mirën. Po të se dhe ato jenë pjesë të Evropës, për që ta thashën e ndër të tjera. Po jenë pjesë të Evropës të në hartë, për jo civilizimit të Evropës. Porën me vizë do të në shku? Kosovari është i civilizuam, edhe që besa dhe ko gjafort i shkolluam. Po, pra. Por jo, ta shti një pjesë dikunja, 30% jenë metë, asanen asknena, ato edhe nuk mund është me orientuën që dhe ndrejtit, por ndryshe Kosovar, nëse dolin në Evropë, javë të i kalon edhe këty në shtetet që i përmena. Tregom ti ku thes që po jeton? Në Gjermani. Në Gjermani. Tregom drejt. Amo kështu, mos na bën rrafsh mua e Fionës sot. Jo. Asnjëni mos na bëni rrafsh. Kur gjen dikush i familjes tone, te ti, për me nejt. Po. A nije ti barabart me Hancin atje? Nëse vjeni Kosovar, vjen musafir të onë, nuk njihet i barabart me Hancin. Pse s'njihet? Pse është një mentalitet tjetër, po nuk do të thotë që nuk është edhe ai evropian. Po mentaliteti ka dallim shumë. Do më thonë e kena haloni farë droje që këta jënë pak ma se na. Apo? Na veti dhoma ti na... Ajo doza inferioritetit na vete kryojmë. Shumë brek, qysh me prej stofi unë. A di që është du të mu hek kjo, unë mendoj. Unë nëse shkoj në Gjermani, për shembull shkoj me vizitu Artonin, unë nuk kam nevoj pa tjetër me undi, si kur Hanci. Unë ti e ti. Unë të të më një ma mirë. Ti të regon qka e ki ndryshe, unë e të regoj qka e më pse e ndryshe. Edhe imi të ndryshëm. Jo dhe mi alon drejt atë Hancit e mi thonë Hancit. Ti mire ki ti po të. Po për që ato, kur e përmendit si mi okupimin e kreta ato, thash, pse shtrohet pyetja? Se na jemi popull inferior, na gjithmonë kemi dëshirë me... Jo, është e vërtet. Okupimi tash edhe të njëjtën, okupimi ka marrë fund, kjo gjenerata e re që është e shkolluar me mos, ka okupim. Lutem, si në momentin që kemi përballë një person që konsiderohet që ka pushtet dhe është i fuqishëm, na automatikisht e ndryshojmë sjelljen tonë edhe tregojmë inferior ndaj atij personi. Nëse, se hinum tash hinum edhe një temë tjetër që i shkon shumë mirë në diskutim. Në Evropë nuk ndodh kjo. Italian me bumi qit shpagetave në Italite keqa për mi për ftyret aja. Për ftyret aja. Po venë në Evropë që ka për lëk edhe ma shumë se në Kosovë. E vërtet. E përmendëm na? Po na gjithmonë po kemi synim me shtetet
e denja që janë në Evropë, që përmendet që ka shtete që se meritojnë, ato që meritojnë, apo mundomi të ato të mirat me u përshtat, ose me shku... Ato të mirat kena dallime, halo. Gjermanie, Zvicre. Po, kena dallime, se shkollimi është diçka mbi të gjitha. E Kosovë, halo, mungon ajo. Natyre që ka dallime, edhe në Amerikë shteti për shteti dallon. Ai shkon mirë, domethënë me përmbushkit standardin se çike domethënë është pika më kryesore ose janë 2-3 pika, po njëna prej më kryesoreve është shkollimi edhe sistemi i arsimit, ndoshta i shkon mirë pak që tu me mundu muni evropian. Shkollimi dhe arsimi në Kosovë nuk ka kesh, po ligji nuk e zbaton kërkush. Ligji ekziston, nuk e zbaton. Nëse kur zbatohet ligji, e automatikisht civilizohesh. Okej. Përshëndes Arton Gjali. Kur prekët xhepi, ki mu bo i kulturë. Po i prek dhe, i prek sa hatën. Unë gjithë thëm, Zvicrani lejet lirë, lejen ja 2 vjet, let jeton sipas rregullave të veta dhe të kallzoj a ka me qenë. Përmaç të kallzoj s'ka ka me qenë i respektueshëm sikur sot ajo. Nga, pa është kulturë ndërshekuj që është krijuar dhe është problem tash një herë. Zvicrani s'u ta merr vespën atje me 1 € në ditë. Jo. Nëse për juve që doni me pas një motor të mirë me i kolonave, me shiu këtë verë, shkoni te Ventoro Motors by Automita, sepse keni shumë modele të motorëve atje, por një anë që unë edhe Fiona e dojna shumë është Vespa, që ju mundin me shku këtë vikend tek Automita, me po pikrish në dyqan atje tek Ventoro Motors by Automita. Alo, përshëndetje që obo? Liman. Përshëndetje. Kush, bater si e? Mirë, përshëndetje. Janë në ankesat. Aje lodhë si ke kalu? Jo, mirë shumë me juve gjithë. Bater? Nga. Qka na bën mundi evropian neve? Po na jem ma evropian se evropian. Se po thu Bater që jena na ma evropian? Po na sot pjell festojmë ditën e Evropës evropian se festojmë. Ata se festojnë, api shebe qfare janë. Ana, që mja festojnë a ditën aty në pakona në të heq. E qka i bën ata mundi do më thonë ma pa kosovar, se kosovarët? Se festojnë ditën e Kosovës. Se festojnë ata pa varës. Se festojnë ata neves na kanë shkel gjithmonë që Sovjet. Apo thu që do më thonë, na jena ma naltë se ata, apo ata e ma naltë se na? Ju ka kaldu edhe Isa Boletini, ku shku e Lordi Plak. Po atje në Angli, po nëse ajo tjetër tem. Po ti kalzona qitasht, jo për kohën e Isa Boletinit, për qitasht, po më interesant. Qitasht, son dimi evropian. Se jem matë kulturuam edhe matë dashtun me zveti se ata. Okej, do më thonë ti me të qu diku në Evropë, midis Evropës, ti një është evropian pa problem. Po maj kulturuam jo mund se ata. Mone, a një është evropian, se s'po të vesë për kulturë, së është pytja saj në kulturu. Ata jo më bën me kun evropian. Po ka shumë sene që të bo, nese, po. Ty një është do më thonë evropian. Po me njerë të mirë, ku të rish një edhe ti evropian. Okej, faleminderit Bater shumë. Unë e cimi, atë bojna mu një evropian. Jo, më qëfar. Më na jena që tuaj. Jo përshëndes. Faleminderit Bater, faleminderit. Jem rekullushëm, kalov shmirë. Kështu e mendu faktin që po, edhe une ndina cim realisht evropiane, sa i përket kulturës edhe krejt vetive të mira që mendoj që i posedoj, mendoj që jam evropiane. Po neve nga galon, nga marrë në qafë politika e rajonit e Ballkanit, kjo nga ka marrë në qafë se shpallë artoni na moti këshim qenë pjesë e bashkimit evropian. Visht ishim kon pak ma shumë se 1.2 milion. Po për që ta sfoli e shportobra? Ishim kon, okej. Se? Për çka? Për politika? S'ka fol atë. S'ki shka fol për të ka shkuaj raus, po thujnë këta. Hajde se dhe pak kena me shku... E kena pakot më të mira dhe telefonit Fion. Tani mujna me shku ku dushën e te, po se ki internetin me vete, ki minuta në ikne, po i shkon mirë Evropa, edhe për që të parë punë me në Andreq. Po, që kur dalëm jashtë të më thonë me pas njëta tarifa. Po, IPCO ka mendu për këtë varë pune edhe ka pru një pako 3, për juve që dëni me pas pakon e IPCO-s, mos harroni, ka pakon infinit, nëse cilin dyqan mundri me shku me aktivizu, ose nëse dëni keni mundësi edhe online në web faqen e IPCO-s. Apo shkojmë në Albi apo marrim telefonatën? Ja merre telefonatën se po pre. Okej, alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Sali pi Gjermanisë. Po si e Sali? Mirë, ju a jeni mirë? Mirë, faleminderit, urime ditën e Evropës, Sali. Ju Gjermanisë e meritoni mja uru. Kur fan djenja se jam ka një unë, jam t'i ponu.
A nuk po ndihesh evropian, a? Pse ju atje s'po e festoni ditën e Evropës? Jo, marrë gjak shqiptari kemi, le, ma që pa Evropë. Pa ka diçka që të bën me u ndi evropian. Na, këshire, mos e merr tash. Veç pak Sali, nis qarim. Nëse themi evropian me u ndi evropian. Jo, sen vallaj, me të kallu drejtë. Pse e merrni në kontekstin e negativ? A nuk duhet me përvetësu vetit mira që i ka shteti Gjermanisë? Kulturën e mirë që ka shteti Gjermanisë? Kulturën e punës që e kanë? Na kulturën e mirë mujna me bohe pe qerdhe, pe thmijës. Okej. Adhen, kur lind thmija në qerdhe e qoesh në shkollë, edhe shkollohen mbas 30 vjetë qesëm gjenerata të reja të mira. Civilizum si në evropian. Okej, po pse s'po ndodh kjo? Shtrohet pyetja. E pse s'po ndodh se mentaliteti, unë gjithë po thamë edhe mentaliteti i vjen. Shembull, një fëmijë e edukon prindi, baba, nona, punë të shtëpisë, shembull mos me bë, pezojmë na. Se njojnë është shumë e s'fuzej me thonë, po që pezojmë na. Po. Çka Sali, thuje, hiç pa pikën e problemit, thuje shtir. Që fëmija cimës, shembull, me pas fëmijë cima, edhe fëmija cimës nuk lejohet me nesh punë të shtëpisë. Shkurt e Shqip. A ti po mendon këtë diskriminimin gjinor që bëhet prej vozhlis? Me qenë barabart vajza dhe djali, a ki fjalën këtu? Po, në vende rurale, shembull punët e grave janë. Po çka ka lidhe, punët e grave nuk do të thotë jo, punët e shtëpisë. Punët e shtëpisë, edhe kush do të jeton atë shtëpi do të më ikry. Punët e shtëpisë. Kto jemi me ty, ti po mendon që do të më qenë gjithë barabart në këtë aspekt? Po. E tash do me thënë, unë i kom rritë, mu më kënë kesh, se vim për një fshatit, mu më kënë kesh shumë, edhe 5.000 kom rritë në Gjermani. Kush më ka rritë? Po do me thënë që kjo të bën evropian, veç pak Salit, që kjo të bën evropian, kush stanin? Se evropiani vetë. Po, sa tipe sa pjanike pak, e kum po? Njënë një anike. Po me të vërtet tash ti kur ta kthyesh me njëon, na shqiptar jem, gjak shqiptari do të më pas gjithmonë ç'a thonë shqiptar. Okej, me rujt mentalitetin, atë mentalitetin e mirë që nuk i bën dëm kërkujt, ata me përqafu dhe me rujt me ngolm, ndërsa këto tjera që thet i diskriminimin e këto, ato është mirë me i shkput, me hek me roj. Edhe po më vjen shumë mirë që e tregove kët fakt. Hiç mos vjen mërzi, as ta kanë kesh, as kanë kesh. Po jo, kanë kesh që si ove që dashë u kanë kupi kush filtat. Po Allah, i thënë burrat që mbash çfarë si grubo. Edhe çka, edhe ku të kallim këtu. Po Saliu ka kokë me fshise. More Sali. Atë kallim dikon. Po i kallim që si kallim ti kanë thonë gjithçka. Me kokë fshise me fshise. Sanet e mira dojnë sakrifis. Sakrifis dojnë sanet e mira. Bravo Sali. Sa shembull, tan ditës ku mongër buk për shkak të asaj. As bukat po mat. Çka jetë të thon, ani se be kokë tash me mojnë edhe vinë trupit. Ju përshëndes ju një pa kumar, një dros, një kalën e mirë, ju përshëndesim. Hajde të përshëndesim, faleminderit. Nëse do në uni tamam evropian, ose edhe ma shumë kësha me thonë, ku shkon në Swiss Diamonds, sidomos se kanë atë trajtimin Japanese, nëse edhe japonez po më uni, është ai trajtimi se madin me atë ujin kështu Japanese head spa, është domethënë jashtëzakonshme, është një mënyrë shumë e mirë për me u relaksu, me hek stresin, edhe me shiu një spa të mrekullueshme edhe gjithçka tjetër që ka ofron Swiss Diamond. 032200000 është numri i telefonit. Unë po çej me një qendër tregtare shumë evropiane deri në Albi Mall, edhe kthehemi. E po kthehemi në atë saga tona, këtu më ju tregu se Petrol Company në Çaklavis në të dy anët e rrugës Eurodieselën e benzinën e ka për vetëm €1.13 litrën. Mundeni kur shkoni aty te Petrol Company me i pyet edhe çish mu bë pjesë e komunitetit ose më shumë Facebook edhe me pasë çish është me u bë pjesë e lojës shpërblyese tek Petrol Company. Sa i përket komunikacionit, veterniku poshtë është e ngarkuar deri tek rrethi Duplex, pastaj Fush Kosova ka kolon për mjëqas rrethit Fush Kosovës edhe nga Brescia edhe nga Prishtina. Pjesë të tjera nuk ka të raportuara që janë të ngarkuara ose kanë kolon në këto momente. Nësë është e kundërta, ju mund të më nga tregu duke nga dërgu foto. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje, shoku jam. Hajde, shoku jam, si kalon? Mirë, faleminderit, të si e luar. Mirë, faleminderit që do që tu ja festu ditën juve. Ne, festa, ne kalendore, mos më zhete. Po do të gas, po do dikush me ja festu a ditë se ju në Evropë atje keni arru me festu. Ja, ma nasë, ty po, këna arru fakt. Ja, okej. Gaz, një me a përmenet atje heq që është dita Evropës, a heq? Jo, ma shanë zhuti ku. Ose dinas që është, bile? Që të rëva që të rëva të Sovjetin këtë dëmonë. Kur sa përmena?
Më thonë dita Evropës se s'na van pushim, a mu mërzit na i sa nëse përmen kërkosh. Ja, se këtë problemin e kanë të puna, të më krejt probleme është të puna, mësë më mundu punë me i të shteti për para, të më kur është fest, mërzitën ta, që s'ka në punu qa ditë. Qka të bën mundi evropian ty gaz? Që tema shumë interesant. Kur ka marrë vitet e 90-ta, dhe më thonë, ku menu që Gjermania ka është shtetë interesante, ku të dhe këtë që shka motu, këtë një që shë ndrënë si ri. Po? Kur ka marrë më shumë vitet e 90-ta, këtu nuk më ka të ku shë interesant, për shka këse për shumë në rritë me Libra, që më konë në Prishtinë, ka qenë shkollimi superior në Kosovë, ka qenë shkollimi në shkele shka, dhe më thonë, ti automatikisht e përshtot me venin ku jarë. Në mund nuk më ka do kur që t'i shka që këta kanë e të nanë nuk e ki. Përveç që atëre infrastruktura këtu, për ka ekonomia në regullim, ato kuptuim. Po normale ajo punë, do më thonë ajo bot me punë, që shtu të punu edhe për ditën e Evropës bot. Edhe kur jem registru si student për shemë, të studimet që kanë të i Kosovë që në konë, shojnë konë, 4-5 shojnë konë, që konë, prej mas mire që në konë aty qatë grupin që në konë më shemë. Do më thonë, shkollimi ty të bën muni evropian, shkollimit ka po muni evropian, a ka diçka tjetër që të bën muni sot evropian? Si shqiptar po të plasë? Po si shqiptar, puna, dhe më thonë muni si evropian, dhe më thonë puna, për shkak se shqiptar që shumë punëtur, dhe të regojnë vetëm gjithë mund që janë të kujdesshëm, janë të kulturu, kanë edukat. Edukata, kultura, puna, se i përzi. Ushele që tashtë? Shqiptar që në dvequmë, dhe më këtë dhe këto e pranojnë e vetë vendasit të tu. Që kur kërkohën kompani, kom të nënë disa herë, këtë të tira, kom në një shqiptarin të anësume, dhe në aspektin që jenë shumë kërkushë. Gaz, po të përshëndes shumë, po të falenderoj, edhe shihemi, po shpresoj mu pa verës. Edhe një sen me të kanë të shpejt, dhe shto, dhe vitet e 70 në Gjermani, gratë kanë fosë drejt me votuë. Po dhe se, do më thonë... Me të shkrimit të murrit, asë kanë fosë vetë me 100 kontë numër, dhe vitet e 70, ma përqimin e murrit, ka shumë sene që këta e kontra vanetën, nuk dhe të që ta shme këshirë kur u konë mësusja jone e por knena e sene, dhe më thonë viteve 70 e kësi, dhe më thonë e din që të na, dhe më thonë si do që tjetë, tu e pas parasysh se çfarë okupimi, anë e kënej që shu konë, a petë mirë është o gaz? A ma në du të me qenë krenar për gjona që kemi gjona që du të një përmësue. A ma po, do të më shumë në gjesë me thonë që shtu i kena mirë, po shtu na kanë me të kesë. Qashtu, se për ndryshe jem popullin në kush. Faleminderit për shëndes, tu në kalëf shmit. Faleminderit. Për shëndet janë shumë që në teme, më arrata. Cëllën shumë që bre, pa ishë më bre, ishë më shpa shumë. Ja, to gjithë. Gaz që ndroj për shëndetur, faleminderit. Tu në kalëf shmit, për shëndesim shumë. Për dryshe, po, na mundeni me mundi evropianë dhe me stilin e mobileve që kemi, sepse kemi në zahon këtu në Kosovë, edhe mundemi me shku me i pa atë dhomën e gjumit Dorian që i kemi në zbritje, ose atë avolinën e ngrënjes që mundet me uzgjatë edhe me u bo për 6 persona, vjen me 4 karike, dhe shumë produkte të tjera me stil tjarë zakonshëm tek Enza Home në Çaglavicë. Na po e presim tjetrën telefonate dhe shumë pak minuta kena përpara, kështu që hajde na tregoni çka ju bën të ndiheni evropian. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Gani Bajrami. Hajde Gani, tregom ty çka të bën me undi evropian. Pa i vallaj, na kur ju marr mas pare, ju më fëtit kum thon kurs adaptör, na? Ku? Tregom cilin shtet? Në Zvicër. A në Zvicër, po? Në Zvicër. Edhe kjo si evropian, që ashtu njahë i keqjan. Okej, edhe çka deshte me na tregu prej përvojës tane kur ke shku atje? Kur e marr mas pare, u konë shumë problemi madhë, një herë vetën mo, po u adaptova, dikur i pruna thmin, po edhe thminja u konë shumë problem. E kanë pas problem u adaptu? Se? Problem të madhe kanë pas, se nërështë u konë mentalitetit e na, se u konë pak problem një herë. A i një adaptu tash? Tash të në adaptu edhe, jo që i adaptu e, jo vestu, po për shë krejt këtu. Këtu edhe martesa tash nuk ka mo prini mo vetë aty, po martuat, s'po martuat, e jetë po martua, vetë kush mo. Ta mam si Zvicranta, po ma mira ma keq. Ma mira ma keq. Po këty në here, na, u shkum vetas, bile se kum ditë... Ja, ty ta kam bo befasi, ty vish ta kam pru. Befasi ta kam pru ty. Nusën aty për të të nëntër. Okej, tash, a ma mira ma keq si pas teje, që të rritë po vendosin për vetën e vetë, për fatin e vetë. U për veti po flasë, për muë, nuk ka ro kesh kur gjo,
3.000 kom dekën, 5 gjallë, që ka, mi ka respektua prinën, orë, ka punu e sënë benzi jemi bashkë më shëqën, sot pesës po më një bojnë as 3-4.000 po dohën. Ja me problem bërsh tash. Ajo është krejt tjetër tem tash, mos ta devijojmë temën. Evropian të kanë këtu. Jo, nuk do me thonë që edhe evropian sakrifikojnë për familje, nuk është e vërtet që ata pa një pa dy. Për në Zvicër, po të kalzoj, në plesni, si gjonë 2 plesë bashkë dikon. Pse që apo bojnë ata, po dohëna? I këshyrim punë dhe veta. Jo, interesi penzia, unë ashta se kur jënë do ma zoja për ma shumë, aj, nuk e di. Po Gani, a ke Gani? Po Gani. Gani, a e din sa shqiptari ishë ndo, veç s'ka mujtë, se i ka martu tjetër kush. Që tu po të kalzoj. Edhe ti edhe shumë tjerë, ishit ndo, pa një pa dy veç s'keni mujtë. Se sa problemet e keni pas, e sa sakrifizat e keni pas. Që më zbajgore, a merja nusën vete? Që tu ka plak shqiptare di 78 vjetë, para me jashtë, veç që ka qitë jashtë, grue e kreti ka zhuë, Sja i Gjermani që e prejë, bashkë mëtërën e sojë. Mësë tema vetrona, mësë tema vetrona, se aty e roste të rolla. Ti nuk ndihesh edhe s'ki qef me undi evropian, që shpe kuptaj? Rolla po, veç bolla bol shpesh po ndëllën. Ndodhin gjithkun botë ato, faleminderit Gani, të përshëndesim. Ju përshëndes edhe evropian do të bo, kur po vej atje më punë jemi këtu në rësh. Edhe puna. Po mirë dhe, unë po them senet e mira do të me i përvetësu prej kulturës evropiane, nuk kena nevojë me u fokusu veç të senet negative, se... Edhe të katë mujnë duhet më u kalzua, më një mua, atje me i quët mirat. Falimderit, përshëndesim, falimderit. A ju përshëndes edhe juve, daj mu ndezoj po shumë rol. Falimderit shumë, falimderit. Falimderit, përshëndesim edhe në ty. Po shumë mirë e ki, do të me i pru sanet e mira këtu bre, nëse ki diçka të mirë që ke po atje, nëse po vëzit mira atje, pse me ardhë këtu me vëzit keq, nëse atje nuk i gjunë beturinat tokë, pse vjen këtu me i gjujt. Na atje në Zvicër që shtu sigrojmë kjerë, ama dhe kur të vjen që ashtu me vëzit, që është vëzit atje. Ajse këta. Edhe po që shtu, nese, Rubinin e keni mundësi me shku me vizitu në qendër Prishtinës në Albi Mallës në Feriza edhe me shku me gjithë sto li të jashtë zakonshmetarit, përveç sto livetarit e keni edhe ato me diamant. Alo, përshëndetje. Diamantëve. Dhe ma thonë kur Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Si jeni? Mirë, faleminderit, kush po na pyet? Venera. Vener, si kalon? Venera. Je telefonata e fundit për këtë javë. Mirë, faleminderit, edhe na jemi shumë mirë. Vener, shpejt tregona se çka të bën ty mundi evropiane. Kur shkon në Evropë, çka të bën mundi evropiane? Ty. Po s'mujna mundi evropiane, edhe që shkojna në Evropë, na pet jemi njerëz të huj. Edhe që jeton atje, edhe që tonat mi bo apetje e huja. Si vendin tonë, vetëm vendin tonë. Na Gjerman s'mujna mu bo, po evropiana mujna mu bo, se na petiju në Gjerman s'mujna, asa i Bulgaris nuk u bo Gjerman, po në Evropë është. A evropian është? Po bolla shumë pak. Është normal që ashtu, po shumë pak më morët na i kun doshta na i herë. Na njëhin si Evropë janë, po se di. Po shpresojmë Vener shumë shpejt. Po shpresojmë shumë shpejt edhe na mu pranu në Evropë, se e kena venin aty edhe i takojna ati... Venin e kena, po punë si kena po qysha, jo se... Bombre punë. Venin po rinë mote. Faleminderit shumë që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë, faleminderit se cilin prej juve që na keni telefonu edhe keni qenë pjesë aktive edhe për ditën e sotme. Ju vazhdoni shoqëroni me Koha Vizionin 60 minutë që është në vazhdim, ndërsa unë e Fiona i kena edhe 60 minuta tjera këtu në Glam Radio. Kena na këtu në Glam. Nëse s'mundini me na dëgju përmes frekuencave tona, e keni edhe aplikacionin që mundini me shkarku në telefon ose me na dëgju përmes glamradio.fm. Faleminderit shumë Jeta Baholli Hair and Makeup, vazhdoni qëndroni ndërsa ne shihemi të hënën. Tung tung.